Horoskopi ditor, e diel, 3 maj 2026. Dashi. Sa po keni filluar një cikël të mërkurit që është i mirë për të punuar me talentet tuaja natyrore dhe për t'i vënë ato në përdorim praktik, i dashur dash. Kur jeni të stresuar, mund të ketë shqetësim ose mbi stimulim në lidhje me paratë, pasuritë dhe burimet në javët në vijim. Megjithatë, për pjesën më të madhe, mund të dilni me disa ide të shkëlqyera biznesi dhe të përqendroheni në punët tuaja praktike gjatë këtij cikli të dobishëm. Tani keni tendencë të jeni të shpejt për të arritur në pikën kryesore ose në fund të fundit në bisedat tuaja. Mund të jetë një kohë për të shtuar të ardhurat tuaja përmes komunikimeve, rrjedhëzimit, ndarjes dhe gojdhënave. Është një nga periudhat më të mira të vitit për ide për të fituar para. Megjithatë, sot, hëna shkon në sektorin tuaj shpirtëror dhe e keni të lehtë të kapeni pas diçkaje të veçantë ose frymëzuese. Është një kohë e fortë për marrëdhënie me miqt, ose mund të ndiheni veçanërisht të sigurt për planet dhe projektet tuaja. Priteni mirë sot dhe admiroheni për stilin tuaj personal. Keni më lehtë të hyni në anën tuaj më spontane. Bërja e ndryshimeve të vogla në rutinën tuaj mund të jetë emocionalisht freskuese. Demi. I dashur Dem, keni filluar një cikël të mërkurit që sjell më shumë qartësi në jetën tuaj pas një periudhe reflektimi relativ dhe ndoshta disa pavendosmërish. Mund të hidheni nga gardi për një çështje ose të arrini në një përfundim të rëndësishëm. Jeni gati ta lini të kaluarën pas dhe keni shumë ide të freskëta për të ardhmen. Mund t'i kënaqni shumë të tjerët me komunikimet tuaja. Megjithatë, hëna hyn sot në shtëpinë tuaj të tetë private diellore, ku do të vizitoj për më shumë se 2 ditë dhe ka një cilësi tërheqjeje në natyrën tuaj. Megjithatë, entuziazmi duket se është në një furnizim të mrekullueshëm sot dhe mund të kënaqeni duke vendosur qëllime për veten tuaj dhe duke u ngrohur në një ndjenjë besimi se do t'i arrini ato në kohën e duhur. Binjakët. Në ciklin e ri të mërkurit mund të jeni pak më të fshehtë ose të pavendosur, të dashur binjak, por mund ta vlerësoni këtë edhe si një kohë për pushim më të madh mendor. Po i shikoni gjërat në një mënyrë të re dhe po fitoni një perspektivë të vlefshme. Ky tranzit do të vazhdojë deri më 17 dhe është një kohë e mirë për vetanalizë. Megjithatë, sot, hëna shkon në shtëpinë tuaj të shtatë sociale për një qëndrim prej pak më shumë se 2 ditësh. Është një ditë e mirë për të ndjerë i mbështetur nga të tjerët dhe për t'u kthyer nderin. Tranzitet mbështesin veçanërisht bisedat, të mësuarit, komunikimin dhe studimin. Kjo zonë e tabelës suaj diellore vë në qendër të vëmendjes marrëdhëniet tuaja me të tjerët, si dhe ata që negociojnë me ju ose ju akomodojnë në jetën tuaj. Njerëzit janë më të sjellshëm dhe më të kujdesshëm me ju se zakonisht. Çështjet që lidhen me përpjekjet e ekipit, të ardhurat nga biznesi, botimet, promovimin dhe arsimin janë të favorizuara për ju tani. Gaforja. Me Merkurin që tani po kalon në për shtëpinë tuaj të 11 diellore, i dashur Gafore, në përgjithësi jeni më të prirur të përqendroheni mendërisht në ëndrat, dëshirat, shpresat dhe qëllimet e lumturisë, dhe jeni kryesisht më të interesuar në atë që të tjerët po bëjnë, thonë dhe mendojnë. Po mendoni më shumë për grupin, komunitetin ose miqësitë dhe rrjedhëzimin. Raporti në distancë me bashkëpunëtorët, miqt dhe rrjetet është më i lehtë. Sado miqësor që është ky cikël, tranzitet e sotme janë të forta për të marrë me detajet dhe për të lidhur gjëra të pasgjidhura. Po ndiqni një qasje progresive dhe praktike, e cila është e fortë për produktivitetin. Me kalimin e hënës në shtëpinë tuaj të 6 diellore, nuk keni nevojë të jeni në qendër të vëmendjes tani, pasi kjo do t'ju largonte nga ajo që dëshironi të bëni. Mundohuni të zbutni tendencën për të shpenzuar shumë kohë për probleme të vogla, zgjidhjet e të cilave nuk do t'ju sjellin dobi të mjaftueshme për të justifikuar kohën e kaluar për të largimi i punëve dhe detyrave nga rruga juaj ka më shumë kuptim tani, në mënyrë që të mund të zhyteni në një projekt ose marrëdhënie pa faj më vonë. Luani. Po filloni një cikël që është i mirë për përhapjen e fjalës dhe promovimin e punës ose shërbimeve tuaja, i dashur Luan, si dhe për komunikimin, planifikimin dhe përcaktimin e qëllimeve dhe projekteve të rëndësishme. Mendimi juaj është i orientuar drejt qëllimit. Fjalët tuaja janë gjithashtu më me ndikim dhe ka kuptim të shpenzoni pak më shumë kohë se zakonisht duke hartuar atë që doni të thoni dhe t'ia paraqisni botës. Megjithatë, sot, hëna shkon në sektorin tuaj të lojës, romancës dhe kreativitetit dhe jeta juaj shoqërore ose aktivitetet e kohës së lirë janë në plan të parë. Është një kohë e mirë për të bashkëpunuar dhe për të ndarë ide dhe bindje.
Mund të lidheni me dikë ndërsa bëni një përpjekje më të madhe për të kuptuar njëri tjetrin. Lënia e anës suaj më ekspresive, të gjallë ose krijuese vjen lehtësisht. Mendja dhe zemra juaj po punojnë në harmoni dhe mund të krijoni lidhje që zakonisht nuk do t'i krijonin. Po e prezantoni veten me forcë dhe angazhim sot, por jo në një mënyrë frikësuese, pasi ndjenja juaj e argëtimit është me ju në masë të barabartë. Virgjëresha. Virgjëresha e dashur, po filloni një cikël për të kërkuar të kuptoni më shumë rreth jetës suaj dhe botës përreth jush. Mund të kënaqeni gjithashtu duke qenë një burim frymëzimi. Po i vendosni ngjarjet dhe idetë e fundit në perspektivë dhe jo në ndarje gjatë këtij cikli. Është një kohë e shkëlqyer për ide të mëdha që vijnë nga të menduarit në terma të gjerë, por jo domosdoshmërisht të besueshme për zbatimin e tyre praktik. Kjo vjen në një datë të mëvonshme. Mund të ketë ide, udhëtime ose lidhje që zgjerojnë mendjen tuaj gjatë këtij cikli. Sot, fokusi juaj është më praktik, megjithatë. Mund të kryeni gjëra rreth shtëpisë ose të arrini diçka të vlefshme me familjen tani, ose kjo është një ditë për të ndalur dhe për të nuhatur trëndafilat dhe për të përqendruar në veten tuaj. Fokusi juaj emocional është në siguri dhe mbrojtje, dhe kjo i bën aktivitetet e njohura mjaft tërheqëse. Keni tendencë të shikoni brenda ose në sistemin tuaj mbështetës për atë që ju nevojitet sot. Peshorja. Sa po keni filluar një cikël për vëmendje shtesë ndaj kërkimit dhe hetimit, i dashur peshore. Është një periudhë e mirë për komunikime intime. Momentet më të vështira të Mërkurit në këtë sektor mund t'ju bëjnë të analizoni tepër ose të lexoni midis rreshtave në dëmin tuaj ndonjëherë. Megjithatë, për pjesën më të madhe, është një kohë e vlefshme për mbledhjen e informacionit. Ka të ngjarë të dëshironi më shumë pasion në projektet dhe komunikimet tuaja. Megjithatë, energjitë e sotme janë më të shpejta. Mund të jetë një ditë e mirë për të bërë një pushim nga të menduarit dhe analizimi i tepërt. Në fillim të sotëm, hëna lëviz në sektorin tuaj të komunikimit dhe mund të kapërceni boshllëqet me të tjerët përmes gjesteve të menduara që u tregojnë njerëzve se janë domethënës për ju. Shisat tuaja janë në lëvizje dhe ide dhe plane të caktuara mund t'ju japin energji. Akrepi. Sa po filloni një cikël për të pasur epërsi në negociata, i dashur akrep, por çelësi nuk është të fitoni pikë intelektuale tani. Në vend të kësaj, aftësia juaj për të marrë në konsiderat anën tjetër të medaljes forcohet, jo vetëm duke ju ndihmuar të bëheni të dashur për të tjerët, por edhe duke lejuar një perspektivë krejt të re. Më shumë biseda kokë më kokë janë tërheqëse. Megjithatë, sot ndiheni mjaft të vetëmjaftueshëm. Jeni të qëndrueshëm emocionalisht me lëvizjen e hënës në shtëpinë tuaj të dytë diellore dhe fokusi është në atë që mund të bëni. Aktivitetet që përfshin ndërtimin drejt qëllimeve tuaja janë më të kënaqshme tani. Hëna e sotme inkurajon një fokus në nevojat praktike dhe sensuale, por ekziston gjithashtu një energji e këndshme bashkëpunimi që rrethon ndërveprimet tuaja. Çështjet familjare, të punës dhe të shëndetit kanë tendencë të lulëzojnë sot. Shigjetari. Punët dhe detyrat e vogla janë në fokus më të fortë në ciklin e ri të Mërkurit që po filloni tani, i dashur shigjetar. Është një kohë e jashtëzakonshme për të rregulluar jetën tuaj në mënyra domethënëse, por është jetike të shmangni mendimet e tepërta dhe shqetësimin, të cilat mund të vinë paksa shumë lehtë në impresion ndërsa ky cikël është aktiv. Ka të ngjarë të zbuloni informacione të dobishme rreth metodave të punës dhe shëndetit dhe të mësoni mënyra të reja dhe të përmirësuara për të riorganizuar jetën tuaj në javët në vijim. Megjithatë, sot, hëna lëviz në shenjën tuaj për disa ditë dhe ju bëheni mjaft të interesuar në bashkëveprim dhe lidhje. Tranzitet e sotme inkurajojnë një perspektivë të këndshme dhe të freskët dhe një ndjenjë mbështetjeje të përgjithshme dhe pozitiviteti. Jeni pak më të guximshëm se zakonisht, veçanërisht për të argëtuar koncepte dhe ide të reja, për të shprehur ndjenjat ose mendimet tuaja dhe për të besuar në dikë ose diçka. Mund të jeni shumë të kënaqur me interesat dhe projektet tuaja aktuale. Bricjapi. Në ciklin e ri të Mërkurit, i dashur Bricjap, mund të keni mundësinë të shkëlqeni ose të dalloheni në një nivel mendor, ose mund të jetë një kohë shprehjeje më e qartë e ndjenjave, ideve dhe personalitetit tuaj. Jeni në një pozicion të mirë për të çuar përpara projekte dhe aktivitete argëtuese dhe për të sjellë pak më shumë kreativitet ose imagjinat në çdo gjë që bëni në javët në vijim. Megjithatë, në fillim të sotëm, hëna shkon në sektorin tuaj të privatësisë, duke ju inkurajuar të lini hapësirë për më shumë pushim dhe kohë për reflektim, gjë që mund të jetë pastruese emocionale.
Çështjet private dhe emocionale janë në fokus dhe kanë tendencë të lulëzojnë. Intuita juaj është jashtëzakonisht e fortë dhe mund të afroheni më shumë me dikë ose të fitoni një kuptim më të thellë të një situate sot. Ujori. Sapo keni filluar një cikël të fortë për të kujtuar metodat e vjetra që funksionuan për ju, të cilet tani mund t'i ringjallni, i dashur ujor. Ndërsa kjo nuk është periudha më ekspresive ose komunikuese, është një kohë e mirë për të zgjidhur problemet në shtëpi dhe për të hapur linjat e komunikimit me të dashurit. Me më shumë objektivitet të aplikuar në çështjet tuaja personale dhe familjare, zgjedhjet dhe vendimet tuaja kanë tendencë të jenë pak më të plota se zakonisht. Mund të jetë një kohë për të vlerësuar ndjenjat, vlerat dhe lidhjet tuaja të brendshme, ose për të vlerësuar dhe negociuar në jetën tuaj shtëpiake. Sot, ju paraqiteni me besim dhe pozitivitet dhe nga ana tjetër do të priteni mirë. Hëna hyn në sektorin tuaj shoqëror herët sot, duke inkurajuar lidhje dhe biseda më të lehta. Ka diçka në mënyrën se si e takoni botën që është shumë tërheqëse dhe që tërheq njerëzit drejt jush. Peshqit. Mërkuri sapo ka filluar tranzitin e tij në shtëpinë tuaj të tretë diellore, të dashur peshq, dhe shoqëria intelektuale bëhet më e rëndësishme se zakonisht për ju në javët në vijim. Mund të përfitoni nga mbledhja e disa informacioneve. Ky tranzit i jep pikpamjes suaj mendore një shtysë të vogël dhe gjithashtu mund të sjellë projekte interesante në jetën tuaj. Sot mund të krijoni disa lidhje interesante ndërsa ndiqni qëllimet tuaja. Një ndjenjë se të tjerët ose po bashkëpunojnë ose po ju lejojnë të bëni gjën tuaj ju ndihmon të jeni veçanërisht produktiv. Nga ana tjetër, po u jepni të tjerëve përfitimin e dyshimit. Besimi në vlerën dhe vlerën tuaj mund të tërheqë vëmendje pozitive dhe ndoshta edhe një bonus ose njohje. Kjo është një kohë për të kryer punën dhe për të trajtuar përgjegjësitë tuaja dhe ka të ngjarë të gjeni veten në formën më të mirë të mundshme duke pasur parasysh energjinë e ditës nëse e mbani ritmin dhe i kushtoni vëmendje detyrave tuaja së pari. Nëse ju pëlqeu kjo video mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.